Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën D. Sigurisht keni dëgjuar që shumë persona ankohen për lodhje, vështirësi për të humbur në peshë, shtim në peshë, përkundër faktit që kanë kujdes ndaj ushqimit. Gjitha këto simptoma shpesh justifikohen me stilin e jetës, por në fakt në themel të tyre qëndron diçka. Rezistenca ndaj insulinës. Sonte me ne, doktoresh Eurdita, endokrinologe, do të na flasë më shumë rreth këtij problemi. Doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Faleminderit, mirëmbrëma. Doktoresh, fillimisht, a mund të na tregoni çfarë është insulina dhe realisht cili është roli i saj në trupin tonë? Patjetër. Insulina është një hormon që na prodhohet nga pankreasi, e cila se rol kryesor ka glikoregullimin apo rregullimin e vlerave të sheqerit gjak. E merr glukozën dhe e fut për brenda qelizës ku ne e shfrytëzojmë si burim energjie apo për me shfrytzuar edhe më vonë. Kështu që është njëra ndër hormonet kryesore që na duhen neve për përditshmërinë tonë. Çfarë nën kuptoj me termin rezistencë ndaj insulinës? Atëherë, unë e thash ka është hormoni i insulinës dhe që është funksioni normal. Atëherë, kur prishet ky mekanizëm i veprimit, kur qeliza për arsye të ndryshme, glukoza nuk futet brenda qelizë, atëherë nuk shfrytëzohet si burim energjie dhe pankreasi gjatë gjithë kohës prodhon edhe më shumë insulin. Prodhimi i masës i insulinës për me rregullu sheqerin e gjak quhet insulinorezistencë. A është e njëjtë rezistenca ndaj insulinës me diabetin? Jo, realisht insulinorezistenca është një fazë paraprake e diabetit. Nëse nuk ndërhym me kohë, atëherë paraqitet diabeti. Realisht një insulinorezistencë jo mire kontrolluar mund të shndrohet në diabet ndër vita me kohë. Pse rezistenca ndaj insulinës shpesh e hasim me termin si epidemi e heshtur? Fatkeqësisht, simptomat e insulinorezistencës janë të ngjashme me shumë sëmundje, ku edhe ne shumë shpesh i neglizhojmë. Edhe për atë arsye mund të kalojmë me vite pa e diagnostikuar insulinorezistencën. Dhe fatkeqësisht ditët e sotit është numër në rritje për shkak të faktorëve të ndryshëm. Cilë faktor për luajnë rol, doktoresh? Fatkeqësisht jeta jonë sot, tempoja, jeta sedentare, ushqimet shumë të përpunuara, po ashtu edhe faktori gjenetik luajnë rol drejt për drejt në insulinorezistencë. Cilat shenja janë simptoma tipike të rezistencës ndaj insulinës, nëse na lejohet me i quajtë si simptoma tipike? Patjetër. Nëse vetëm shihni që keni një lodhje kronike të pashpjegueshme, shtoni peshë sidomos për rreth barkut, keni vështirësinë humbje të peshës, është dëshira për të ëmbla brenda ditës, apo keni ngrënë një vakt edhe me njëherë keni një përgjumbje, atëherë na shtym për me mendu për një insulinorezistencë. A mund të ekzistojë rezistenca ndaj insulinës pa simptoma, pa shenja? Thamë edhe më herët, do më thënë shkon edhe me vitet të tëra pa u diagnostiku dhe pa e di që e kanë një të tillë, për shkak se në përditshmërinë e të gjithë pak a shumë jemi të lodhur për shkak ngarkesave të ndryshme dhe kemi simptoma të ngjashme edhe në përditshmërinë tonë. Edhe për atë arsye mundemi mos me avnu emrin siç duhet. Doktoresh, pse disa persona pas ushqimit ndihen të lodhur? Në insulinorezistencë, siç e thamë, domethënë trupi, pankreasi në këtë rast prodhon më shumë insulinë se që duhet. Me prodhimin e tej mase, sidomos mas vakteve me ushqimet me karbohidrate, prodhohet më shumë insulinë dhe sipas saj bjen energjia dhe automatikisht ndihemi më të lodhur. Si qëndron lidhshmëria mes rezistencës dhe shtimit në peshë? Në insulinorezistencë për shkak të prodhimit të hormonit të insulinës, trupi hyn në një modalitet të vetëm mbrojtjes dhe vështirëson lipolizën apo djegjen e yndyrnave. Dhe si pasojë e saj ne shtojmë peshë dhe kemi vështirësi në humbje të peshës. Pse është kaq e vështirë humbja e peshës të këta persona? Për shkak të tej prodhimit të insulinës, trupi hyn në një fazë mbrojtjes të deponon, edhe për atë arsye e vështirëson ose ngadalson procesin e djegjes së yndyrës në trup. Edhe si pasojë e saj, domethënë vështirësohet edhe humbja në peshë, po ashtu edhe rritet shtimi në peshë. A lidhet ose a është realisht rezistenca ndaj insulinës shkaku kryesor i obezitetit? Fatkeqësisht ndër faktorët e parë që radhojmë kur flasim për obezitetin është drejt për drejt insulinorezistenca.
po është faktor shumë i rëndësishëm dhe është temë globale që flitet sot. Doktoresh, si diagnostifikohet rezistenca ndaj Realisht, insulinës? diagnostikimi është shumë i lehtë. Me një test gjaku cilën e bëjmë në mëngjes esëll, pas 10 deri 12 orë pa ushqim, është një test glikemia dhe insulina esëll, aty ne vetëm se e diagnostikojmë përmes një indeksi që e quajmë HOMA-IR. Doktoresh, pse duhet vetëm esëll të bëhet? Sepse ne dojmë pa në mëngjes pankrasi se sa po prodhon, sa po punon. Edhe në qetësi do me thonë se sa është vlera insulinës në gjak esëll. Kjo është për neve shumë e rëndësishme dhe përmes një kalkulatori që e kemi, e vendosim do me thonë nëse kemi të bëjmë me një insulinorezistencë të diagnostikuar, fazë e hershme apo më e avancuar. E përmendet edhe HOMA-IR. Kur përdoret? Realisht përdoret në këtë analizë që bëjmë përmes gjakut, ku nëse vlera është mbi 2.5, atëherë vetë se pacienti diagnostikohet me insulinorezistencë. Cila është vlera normale, doktoresh? Ndër 2.5. Ndër 2.5. Kush duhet kontrollohet patjetër? Të gjithë që shohin vetën që kanë shtu pesh apo kanë vështirësi në humbje të peshës, gratë që janë të diagnostikuara ose dyshohet për PCOS apo vezore policistike të ovareve, ata që kanë në familje ndonjë antar me histori familjare të diabetit apo ndonjë sindrom tjetër metabolike, duhen vese të testohen. Ndikon rezistenca në fertilitet, pasi juve që përmendët sindromën policistike? Po, fatkeqësisht edhe në fertilitet ndikon drejt për drejt, është e vërtetuar që insulinorezistenca shkakton edhe mikrociste në vezore, cilët pengojnë ovulimin dhe mund të shkaktojnë edhe çrregullim cikli dhe si pasojë saj edhe mund të më shkaktu po ashtu edhe infertilitet. A ka lidhje me yndyrnat në gjak? Rezistenca ndaj insulinës? Yndyrnat në gjak gjithashtu janë njëra ndër arsyet, do të thonë që mund të rriten vlerat e yndyrnave në gjak për shkak të sindromës metabolike që ndërlidhet me insulinorezistencën. Po me hipertension, a ka lidhje rezistenca? Gjitha janë të lidhura mes vete. Kisha dashur më ndalë tek mëlçia. Çfarë ndikimi ka rezistenca ndaj insulinës në mëlçi? Të shumica hasim edhe një mëlçi të dhjamosur. Doktoresh, sa rëndësishme është ushqyerja kur po flasim tek rezistenca? Realisht gjithmonë kur flasim për insulinorezistencë, ushqyerja është ndoshta hapi i parë që duhet ndjekur dhe që është drejt për drejt e lidhur. Për shkak se, siç e thamë më herët, domethënë insulina prodhohet me hyrjen e glukozës në gjak, edhe për atë arsye rëndësia e saj është e madhe. A preferohen, cilat ushqime preferohen me u përdorë, cilat jo? Ushqimet të varfra nga karbohidratet janë më të preferueshme në insulinorezistencë, proteinat dhe yndyrnat gjithmonë duhen me qenë më prioritare, sepse karbohidratet e thjeshta sidomos e rrisin shumë insulinën e gjak dhe si pasojë e sajna vetë se kemi një insulinorezistencë që mund të na përkeçohet edhe më shumë. Aktiviteti fizik, doktoresh, si preferohet e këta persona? Aktiviteti fizik është hapi i dytë që gjithmonë rekomandojmë, spaku 3 herë në javë 45 minuta, edhe qoftë një ecje me tempo të mesme, është shumë e preferuar dhe rekomanduar të këta persona për shkak të uljes së sensitivitetit të insulinës. Nëse mungon aktiviteti fizik, si hapi dytë që juve që përmendat, po njerëzit po kanë kujdes vetëm në ushqyeshmëri, a ka efekt? Gjithsesi, shumë është me rëndësi që me pas kujdes në ushqime, është me rëndësi të madhe, po kur bashkështrohet edhe me aktivitet fizik, rezultatet janë shumë më të mira, edhe pacienti vetë ndihet shumë më mirë, edhe simptomat janë nisin me u zhduk shumë më shpejt. Kur fillon trajtimi medikamentos, doktoresh? Atëherë, pacienti po kujdeset në ushqim, ka shtu edhe nga pak aktivitet fizik, por nuk shohim rezultate. Po ashtu shoqërohet edhe me ndonjë sëmundje tjetër. Atëherë, menjëherë duhemi me mendu për me fillu me terapi medikamentoze, cilat janë sipas protokolleve botërore. A është e vërtet që sheqeri i bardhë që njihet si popull është fajtori kryesor për rezistencën ndaj insulinës?
është pjesë e grupit të fajtorëve, veç nuk është e vetmja. Mielli i bardh, ushqimet shumë të procesuara, sheqeri i bardh, pijet me ngjyrë, gjitha këto ndikojnë në rritjen e vlerave të insulinës shpejt dhe si pasojë së insulinorezistencës. Kështu që nuk është i vetmi, po bën pjesë në grupin e jo të preferueshme tona. Përveç sheqerit bardh, doktoresh, në treg njihet edhe sheqeri ngjyrë kafe, që disa po e quajnë edhe si sheqer diabetik. A ka dallim mes sheqerit bardh dhe këtij lloji sheqeri? A keni vrejt diçka? Realisht, po, gjithsesi edhe te pacientët që tentojnë të konsumojnë sheqer të kaftë, kemi rritje të vlerave të sheqerit, të diabetikët, kështu që nuk është në listën tonë të rekomandimeve sheqeri i kaftë. Sa luajnë rol dietat popullore? Në insulinorezistencë rekomandojmë dieta shkencore, dietat e rekomanduara nga profesionistë të caktuar të lëmive të ushqyeris, për atë arsye nuk janë shumë të rekomanduara dietat popullore. Cili është gabimi më i shpeshtë që e bëjnë pacientat me rezistencë? Fillojnë shpejt në dieta popullore dhe bezdisen brenda një kohë shumë të shkurtër, edhe lën edhe kthehet mbrapa. Doktoresh, kur lodhen nga dietat, po, a filloni menjëherë me trajtim më pas medikamentoz apo si qëndron? Insistojmë në hapat e parë, domethënë në ushqim dhe aktivitet fizik, po kur e shohim që nuk kemi rezultate të kënaqshme, nëse edhe tabloja na flet që kemi një insulinorezistencë shumë të avancuar, po gjithsesi fillojmë me terapi medikamentoze. Doktoresh, për çfarë periudhe kohore ju i shihni rezultatet? Po flas kur ata ndjekin një ushqyeshmëri të mirë, një aktivitet fizik të mirë? Ata e shohin me njëherë sparën nga energjia atyre ditore, fillon energjia aty rikthehet, lodhja kronike që e kanë pas fillon të zhduket, ato apetitet ose oreksin që e kanë të shpesht fillon të ngushtohet në kohë, të ëmblat që i kanë gjithashtu. Kështu që vetëm në përditshmëri shumë shpejt shohim rezultate. Pastaj fillojnë edhe humbja e peshës e kështu me radhë. Doktoresh, kisha dashur me ndalë të gjenia femrore në periudhën e ciklit menstrual, shtohet dëshira për të ngrënë gjëra më të ëmbla, po themi kështu, a ndikon në rol ose a është ndonjë simptom që na çon ka rezistenca ndaj insulinës? Janë fazat brenda muajit, janë 3 fazat të ciklit hormonal dhe gjithsesi ne femrat jemi të lidhura drejt për drejt me hormone, cilat ndikojnë gjithashtu edhe në oreksin tonë. Doktoresh, a ka ushqime të cilat duhet t'i menjanojmë? Në insulinorezistencë ushqimet që rekomandojmë të menjanojmë janë mielli i bardh, ushqimet e rafinuara ose shumë të procesuara, pijet gjitha me ngjyrë, që janë ajo linja e parë që duhet me menjanu gjithsesi. Pas çfarë periudhe kohore rezistenca ndaj insulinës mund të kalojë në diabet? Është me rëndësi dhe në cilën fazë e kapim insulinorezistencën, mund të më shku me vitet të tëra pa u diagnostiku, edhe për kohës që diagnostikohet, mund të me shku edhe vitet të tëra pa u shëndru në diabet mellit tip 2, është me rëndësi se si e menaxhojmë gjithë këtë proces. Nëse nuk mirë menaxhohet, fatkeqësisht na kthehet në diabet mellit tip 2. Cilat janë vlerat që veç diagnostifikohet me diabet? Ne kemi për diabet kemi parametrin, do me thënë matjet e vlerave të sheqerit esull dhe 2 orë pas ushqimit, se dhe kemi një parametr përmes një analize gjaku që quhet HbA1c apo 3 mujoshi sheqerit si që quajnë, ku vlerat mbi 6.5% dhe se kemi një diabet të konfirmuar. A mundet ndonjëherë vlerat mos jenë të sakta? Për shembull, ndikon diçka që vlera me qenë më e lartë ose më e ulët dhe të mos më na dhonë. Po kemi edhe smundje tjera shoqëruese që mundën me na lëviz vlerat, po ashtu terapi të ndryshme medikamentoze nëse merr në atë fazë pacienti mundet me i rrit vlerat e sheqerit në gjak, gjithsesi për atë arsye bëhet përcjellja dhe monitorimi i pacientit. Si monitorohet pacienti, doktoresh? Sa herë preferohet të matet sheqeri? A matet një herë vetëm brenda ditës apo më shumë? Zakonisht ju japim një lloj tabele ku rekomandimet tona janë të matet sheqeri esull 2 orë mbas ndonjëherë nga vakte ditore dhe në mbrëmje. Pas disa matjeve, disa ditore apo javore, pacienti kthehet me tabelën e matjeve dhe sipas vlerave, luhatjeve të vlerave, vendosen për një diagnozë më të qartë.
Kur janë shqetësuese doktoresh vlerat dhe sa duhet t'jenë realisht pas ngrënjes së ushqimet? Vlerat 2 orë pas ushqimit dëshirojmë që mos të kaloj 8.5 mmol për litër. Vlerat në gjithsesi varierojnë edhe në situata të ndryshme si gjendjet virale, infekcioze, në sëmundje të ndryshme dhe ne i konsiderojmë, domethënë i marrim për bazë dhe ato për atë arsye pacienti është individualizuar dhe sipas pacientit marrim hapat e tuaja. Metformina, sepse e kemi dëgjuar dhe realisht kur flasim për diabetikët, terapia e parë që na shkon në mendje është metformina. Po, metformina është linja e parë e medikamenteve që edhe në insulinorezistencë edhe në diabet mellit tip 2 është bari i parë që e përdorim, varësisht prej doza varet prej gjendjes së pacientit, filloj me doza të vogla, deri mundemi me shku me dozë maksimale të lejuar. Kryesisht i japim edhe rekomandime se si duhet, por në jetën tonë nuk ka shkop magjik, as metformina dhe as gjë tjetër nuk bëjmë mrekullira. Pa mundin tonë dhe vullnetin tonë, fatkeqësisht rezultate nuk mund të presim. Si përdoret doktoresh metformina? Metformina fillohet me një dozë ditore në fund të shujtës kryesore dhe titrohet varësisht prej vlerave të glikemisë apo vlerave të pacientit. Metformina është lloj tablete, apo është jo? tablet. A ka efekte anësore metformina, doktoresh? Fillimisht mundet pacienti me pas nauze, mundim, ndryshime në zor, por me kohë mësohet adaptohet. Kur kalohet në insulin? Insulin është faze më e avancuar e diabetit, kur forma tabletare apo sëmundje shoqëruese ose komplikimet e diabetit nuk na lejon, atëherë ne duhemi me kalu në insulinoterapi. Kjo shkon shumë individualizuar, domethënë gjithmonë prioritet është shëndeti i pacientit dhe nëse pacienti nuk e toleron më barnat, jemi në doza maksimale, kemi ndonjë komplikim të diabetit gjithsesi, insulinoterapia me insulin nuk duhet mu vonu. Edhe me fillu me kohë është shumë e rëndësi. Në rrjetet sociale shpesh e shohim Ozempikun. Po. Si përdoret Ozempiku dhe realisht a lidhet diçka me rezistencën ndaj insulinës? Semaglutidi është një lloj fillimisht është zbulusi antidiabetik, domethënë barë për diabetin. FDA e ka aprovu atë edhe për obezitet, domethënë nuk duhet patjetër me qenë diabet për me përdor, po edhe te personat me insulin rezistencë të theksuar mund ta përdoren. Është një lloj medikamenti që përdoret një herë në javë dhe titrohet në doza të caktuara derisa mbrim dozën maksimale. A përdoret edhe për humbje peshe, sepse realisht tek gjinia femrore, sidomos e kompase e kanë përdorur disa për humbje peshe. Po, fillimisht e thash që është përdorur si medikament për diabetin, po pacientët që e përdorin edhe humbnin peshë, sepse e rritke ngopjen, domethënë e ulke oreksin, dhe për shkak se bën zbrazjen e ngadalshme të lukthit, ta jep të gjatë gjithë kohës ndjenjen e ngopjes. Edhe për atë arsye pacientët edhe humbnin peshë, po gjithmonë duhet të jetë mirë monitoruar nga profesionisti shëndetësor. Pra nuk preferohet që të mirën pa recetë mjekësore? Asesi, sepse është terapi, është medikament që duhet gjithsesi mu përdor në monitorim të mjekut. A ka efekte anësore nëse nuk monitorohet dhe realisht, sidomos nëse përdoret pa recetë mjekësore? Patjetër, sepse ne bëjmë fillimisht vlerësimin e pacientit. Jo çdo kush që është obez ose që është mbi peshë apo dhe që është diabet është kandidat potencial për semaglutid. Kështu që po ashtu për shembull nëse ka një antar të familjes me ndonjë lloj kanceri të tiroides, nuk rekomandohet, kështu që bëhet vlerësimi individual dhe po gjithsesi fillohet me semaglutid. A ka ndonjë rol sidomos tek femrat që dëshirojnë mbesin shtatzën ose që janë shtatzën? E tham edhe më herët që mbi peshë apo obeziteti mund të ndikojnë në fertilitet, domethënë mund të vijë në vonim për shtatzani, kështu që me humbjen e peshës gjithsesi rritet fertiliteti, por gjithsesi ne dojmë që me semaglutid spaku 2 muaj para shtatzanisë me qenë off prej saj. Të mos përdoret 2 muaj, ndërsa gjatë periudhës shtatzanisë nuk preferohet fare. Jo, nuk preferohet. Cilat janë disa këshillat që duhet t'i ndjekin personat që janë me rezistencë? Spari le ta ndëgjojnë veten, domethënë le të shohin që
diçka nuk po shkon ashtu siç ata po dojnë. Edhe le të kërkojnë ndihmën e profesionistit shëndetësor. Nëse shohin që shenjat e tyre që i përmendëm më herët i kanë të vetja, gjithsesi le të drejtohen te mjeku për një zgjidhje. Sa më herët që diagnostikohen, mund të parandalohet diabeti dhe sindroma metabolike që është drejt për drejt e lidhur me kualitetin e jetës së njeriut. Kështu që nëse shohin të vetja ndryshime, le të drejtohen te mjeku. Sa ndikon rol përditshmëria jonë në rezistencën ndaj insulinës dhe kisha dashur më nal specifikisht te stresi. A luan rol Gjithsesi, stresi? sepse stresi na lëviz edhe disa parametra hormonal tjerë, duke përfshirë edhe kortizolin dhe jeta jonë sot sedentare. Stresi i madh drejt për drejt lidhen edhe me insulinorezistencën. Kështu që për një përditshmëri dhe për një jetë ma kualitative, gjithsesi kjo duhet të rregullohet, të menaxhohet më mirë. A i vëreni persona që kanë stres të shtuar gjatë kontrollës që ju e bëni për rezistencë ndaj insulinës? Jo gjithmonë. Realisht kemi shumë pacientë që janë shumë të lumtur kur vinë, por dojnë zgjidhje. Kështu që jo gjithmonë janë ata të stresuarit që janë me insulinorezistencë. Pra edhe stresi mund të jetë i fshehur dhe të mos vrehet tek këta persona. Gjithmonë. Pse kanë uri personat me rezistencë, ndonë sa ata konsumojnë ushqim, po pas një periudhe shumë të shkurtë kohore prap ndjen të uritur? Edhe pse stomaku është i mbushur, qelizat janë të uritura, sepse prej te prodhimit të insulinës, glikoza edhe pse futet brenda në qelizë, e ul sheqerin shumë shpejt, për shkak se ka shumë insulinë trup. Dhe për atë arsye ne tru shkon sinjalit si uri. Edhe për atë arsye pacientët, njerëzit ndihen të uritur. Pas cilës kohë në mbrëmje po flasim nuk preferohet që të marrim ushqim? Rekomandimet janë që gjithmonë 3 orë para gjumit, sidomos mas orës 19 apo 20, që ushqimet të mos konsumohen më, për shkak se metabolizmi natën na ngadalësohet edhe mund të rritet ndjeshmëria ndaj insulinës edhe më shumë prodhimi më i tepërt. Për atë arsye, në këto orë rekomandojmë që ushqimet të jenë gjithmonë më të lehta nëse veç se ka një uri. Kur jemi tek gjumi, sa orë preferohet që t'i bëjnë gjumë, të rehatshëm po flas? Për një shëndet të plot, 7 deri 9 orë në gjumë natën janë të rekomandueshme. Është një fakt shumë interesant se të personat që kujdestarojnë, të profesioneve të ndryshme, insulinorezistenca është shumë më e theksuar. Për shkak se gjumi lun rol kyç në shëndetin tonë, po ashtu edhe në insulinorezistencë. Të personat që kujdestarojnë policët, infermierët, mjekët, profesionet të ndryshme, insulinorezistenca dhe kthimi në diabet është në përqindje është shumë më e lartë. Pikërisht për shkak gjumit natën, i cili nuk bëhet ose bëhet me pauza, të themi kështu. Po, sepse nuk është një gjumë kualitativ, apo nuk është një gjumë heq fare, dhe metabolizmi atëkohë është në tjetër mod, do më thënë në ngadalësim, në metabolizëm të ngadalësuar, për atë arsye mund të kthehet në diabet, insulinorezistencë dhe pastaj në diabet. A ka ndikim tiroidja në rezistencë? Smundjet e tiroidës janë të lloj-llojshme, por hipotiroidizmi ose prodhimi pamjaftueshëm i hormoneve të tiroidës e ngadalsojnë metabolizmin tonë. Po ashtu edhe në insulinorezistencë kemi atë, kështu që po drejt për drejt mund të ndikojë në metabolizmin tonë. A ka ndonjë ndryshim në trup që mund ta vrejnë personat me rezistencë? Përveç shenjave që i thamë, do më thënë shtimi peshës, peshë për rreth barkut belit, janë edhe njollat në qafë që mund të jenë njëra ndër shenja që mund të hasim të personat me insulinorezistencë të theksuar. Sa shpesh duhet përsëritur analizat për të parë gjendjen se si po ecë? Kjo shkon pak individualisht për pacientin, nëse kemi fillu, nëse sugjerimet tona kanë qenë vetëm regjim ushqimor dhe aktivitet fizik, pas disa muaj që i thrasim përsëri në kontroll, nëse është medikamentos, nëse është një insulinorezistencë më e avancuar, atëherë i thrasim më shpejt për kontroll për të përsëritur analizat e gjakut dhe të bërë matjet e duhura të peshës, belit, për me pas se çfarë rezultate kemi. Përveç trajtimit medikamentoz, a ka edhe suplemente tjera cilat na ndihmojnë këtë rast? Gjithsesi, ne dëshirojmë që për shembull nivelet e vitaminës D
3 të jenë të larta, nëse zakonisht në të pacientët me insulinorezistencë, vitamina D është në nivele më të ulura. Gjithmonë i mbështesim ata me terapi orale të vitaminës D3. Shumë shpesh, berberina është një suplement që rekomandohet në insulinorezistencë. Magneziumin e rekomandojmë gjithsesi nëse vlerat e hekurit në gjak janë të mangëta, gjithashtu edhe ato dëshirojmë që të jenë vlera optimale. Pra duhet përcillet edhe një gjendje e përgjithshme pothuajse e organizmit. A preferohet që gjatë kohës që ne veç jemi me rezistencë të kontrollohemi edhe tek profesionistë tjerë të caktuar? Po flas ndoshta këshilla me nutricionistin ose patjetër, veç se çka na ndihmojnë edhe më shumë dhe e përshpejtojnë rezultatin e mirë. Kështu që kjo fushë është ndërlidhme me disa profesionistë shëndetësor, gjithsesi nutricionisti, ndoshta duhemi me marrë edhe mendimin e kardiologut, mjekut zemrës, apo edhe gastroenterologut për shkak të një mëlçie të diagnosur që më herët e bisedum, gjithsesi kjo është një multidisciplinar. Në disa raste më ekstreme kemi nevojë edhe ndihmën e psikologut klinik, për shkak se ka raste që pacientët me insulinorezistencë të avancuar kanë edhe një ulje të disponimit për arsye të shumta, dhe kështu që nëse bëhet multidisciplinar, rezultati gjithsesi është më i kënaqshëm për ne. Pse doktoresh vinë këta pacientë deri tek një gjendje më e rënduar psikologjike? A është për ta vështirë që të hekin dorë nga ushqimet që më herët i kanë përdorur, apo thjesht fillon të mos ju pëlqejë më pamja e tyre jashtme, apo çka ndodh realisht? Po, është disa dimensionale, janë shprehit në pikë të parë, domethënë janë mësuar me një tryezë të bollshme, me ushqime të shpeshta, me ushqime të shpejta. Pastaj, si rezultati i saj është shtimi në peshë, vështirësia në humbje të peshës dhe pastaj pamja në pasqyrë nuk i pëlqen. Dhe shumë shpesh hasim edhe vështirësi ose mospranim për shembull për ndihmën e psikologut, rezistojnë në të. Kështu që duhet gjithmonë mirë me i informu dhe me i rekomandu që për profesionistët e caktuar. Sa është e vështirë për ta që ta pranojnë si diagnozë? Gjithsesi nëse ja shpjegojmë ashtu siç duhet, derisa kanë ardhur në zyrën tonë, ata janë në kërkim të një zgjedhjeje. Kështu që me një komunikim të mirëfillt, unë mendoj që ata e pranojnë dhe hapi më i madh për ta dhe hapi i parë për ta është me ardhur te mjeku. Edhe derisa kanë marrë atë guxim, kanë ardhur, domethënë atë luftën për brenda tyre e kanë poshtë, kështu që unë mendoj që pastaj nëse qasja jonë është më profesionale dhe me një empati pak më të madhe, gjithsesi do të gjejmë edhe rezultat. Doktoresh, cila është këshilla juaj për gjithë personat që vetë janë diagnostifikuar me rezistencë të insulinës? Insulinorezistenca fatkeqësisht globalisht është në rritje. E folëm arsyet janë të shumta, por mund të parandalohet. Po edhe nëse e kemi diagnostiku, mund ta mbrojmë veten prej komplikimeve të saja. Kështu që ideale është që nëse vetëse kemi ankesa, simptoma dhe diçka e shohim që nuk po shkon ashtu siç duhet, gjithsesi të konsultohen me mjekun e tyre dhe të kërkojnë zgjidhje për këtë. Doktoresh, ne falenderojmë shumë për gjitha këshillat dhe informacionet që sonte na i dha sa i përket këtij problemi. Faleminderit edhe për juve. E dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë shtunë. Deri të shtunën e ardhshme, mirupafshim.